Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Shigjetarit, të bëjmë leximin e javës. Kur them të javës, jemi duke lexuar çdo javë, por nuk do thotë që vlen vetëm për një javë të dashur shigjetar. Vlen kogja gjatë të përdorim mesazhet dhe këshillat e këtij leximi në rrugtimin ton të përditshëm. Titulli juaj do ta vendosja kështu: nuk ka më ku të shkosh derisa të kthehesh tek vetja. Çfarëdo që je duke humbur rrugës për të bërë, për të kënaqur të tjerët, apo kushdo që, apo çfarëdo që është. Ky lexim është një përplasje mes lodhjes së fshehur, ngërçit të mbrëmshëm dhe një thirrje të pastër për balancë, përmbushje dhe pushim emocional. Nën të zjarrit këtu tregojnë një shigjetar që ka luftuar gjatë, je mësuar të ecësh përpara, të përballësh me gjithçka, por tani je në kufi të energjisë. Ke qëndruar shumë gjatë në një situatë që nuk të ka rritur, nuk të ka dhënë gjë në fakt, vetëm sepse e njeh, sepse s'do të ndalesh ose sepse nuk e di ku të shkosh më pas. Është një ngërç këtu. Balanca, të dashur, në fakt të dyja ishin ato, është lufta e mbrëmshme dhe ajo e jashtme, i shtërruar këtu dhe një luftë brenda. Balanca është ftesë për të ndaluar dhe peshuar gjithçka që po ndodh. Po jep më shumë se sa po merr, po vepron nga pasioni apo nga rutina, atë e di ti. Po dëgjon trupin dhe emocionet e tua, apo po i shtyn gjithë për nesër. Kjo letër nuk ka filozofi, kërkon vëmendje të përditshme ndaj vetes. Balancë. Tri të ujit të rikujton në fakt të dashur shigjetar, përmbushja nuk vjen nga arritjet apo lëvizjet e mëdha, por nga ndarjet e vogla, nga njerëzit që të mbushin, që të japin, nga çastet ku ndihesh i parë, i dëgjuar, i dashur, nga çastet ku ndihesh vërtet ato që i përmenda, por gjithmonë sikur të ndihesh i vlefshëm. Është një dëshirë e madhe për të parë, për të ndjerë. Ndoshta nuk je në vendin e duhur të dashur shigjetar, aty ku duhet luftuar, bërë gjithçka për të ndjerë i vlefshëm. 5 të zjarrit është sinjali fundit, të them kështu të dashur shigjetar, dhe shumë i drejt për drejt, je duke bërë shumë për të mbajtur diçka në kontroll. Tani po e marr një shembull banal, komplet, nuk do thot patjetër që është me ju, por që për ta parafruar me atë çfarë dua të them. Jeni duke dashur një person dhe gjithmonë ndiheni sikur një nivel më ulët se personi apo punëdhënësi, dhe aman çdo gjë jeni në gjendje të bëni vetëm të vlerësoheni, t'ju marr për një më të madh e gjëra të tilla. Si që thash, ndoshta nuk jeni në vendin e duhur të dashur shigjetar. Kjo luftë nuk duhet bëhet askund. Kontrolli nuk është forca jote, balanca është, pushimi është, vetvlerësimi është, dashur shigjetar. Ky stres nuk të bën më produktiv, absolutisht, përkundrazi të largon nga vetja. Nuk do jesh më ai apo ajo që ke menduar që je. Jamaja, ndryshe mbretëresha e ujit, është zemra e leximit dhe të flet me butësi, por më shumë forcë, ndalos së ndëshkuar i veten duke mos u përkujdesur për të. Tu kam balancën, por dhe këtu një lloj balance, që mban dy. Nuk ke nevojë për më shumë sfida, ke nevojë për butësi, për pranimin e emocioneve, për kujdes të qëllimshëm, jo si luks, por si domosdoshmëri të dashur shigjetar për të mos u shtërruar. Kam vendosur këtë javë po jap të gjithëve detyra, ti bëni detyrat për veten. 1. Për ju, mos vepro për të shmangur boshllëkun. Vepro kur je në kontakt me të vërtetën tënde, nga që e dëshiron. Identifiko një situatë që po e shtyn kot dhe mbylle me ndershmëri që i bie përgjithmonë. Zgjidh çdo ditë një gjë që të mbush, jo për të tjerët, për veten tënde. Lejo të tjerët të mbështesin, edhe ti ke nevojë për krah, absolutisht, të gjithë.
fillo të trajtosh pushimin si fuqi, jo si dështim. Dhe mesazhi i juaj të dashur qytetar për këtë javë. Ti nuk je më aja pa ajo që vrapon për t'i shpëtuar bashllëkët, për t'i ndihmuar të tjerët, t'i kënaqësh të tjerët, me një mënyrë pa keq kuptime, si palaço për t'i argëtuar të tjerët. Ti je gati të ndërtosh një jetë që të mbush pa u larguar nga vetja të dashur qytetar. Guximi yt i vërtet nuk vërtet këtëherë nuk është të ecësh më shpejt, është të ndalosh, të marrësh frymë dhe të zgjedhësh vetën. Të dashur qytetar.